Razia Musa nuk është vetëm mamia më e famshme në të gjitha trojet shqiptare, e cila punoi për 11 vite në Libi e për shumë vite të tjera në Londër si mami e maternitetit e dikur si mami në familjen mbretërore të Britanisë. Razia Musa ka shërbyer edhe si mami e fëmijës së aktorit të njohur Roger Moore. Për shërbimin e saj të palodhur dhe vlerat e veçanta, Razia Musa mban titullin Mami e shkëlqyer, ekselente. Kjo sigurisht është një titull që është dhënë në Londër, atje ku ka punuar dhe jeton për tash shumë vite. Ajo ka qenë mami e personazheve të njohur publik si Natalie Pinkham, që është sigurisht e njohur në Britaninë e Madhe për shkak të punës së saj që bën në televizion, e familjes së mbretit të Arabisë Saudite dhe shumë të tjerëve. Razia Musa është një nga gratë e ralla shqiptare që e ka marrë vëmendjen e revistës më të madhe britanike Hello Magazine, e cila citon intervistuesen teksa thotë Angeli i mbrojtës Razia Musa. E unë kam nderin dhe kënaqësinë se sot të ju kem këtu në studio dhe të flasim pak më shumë për temat të cilat e prekin sigurisht shoqërinë tonë, duke mos përjashtuar edhe përvojën e madhe jashtë vendit që keni pasur, e sigurisht ju falenderoj që gjithmonë jeni në shërbim të grave dhe nënave në Kosovë. Faleminderit për ftesë. Fillimisht më intereson me ditë prej nga një njeri, një grua, një vajzë, në periudhën ku keni qenë ju, në kohën kur keni qenë ju, në rrethonat në cilat keni qenë ju, zgjedh të bëhet mami. Mami është instinkt i lindur te unë. Birët e unë është instinkt i lindur. Si fëmijë 5-6 vjeçar, gjithmonë i kam adhuru kuklat. Mandej, jo kuklat e mdhaja, po kuklat e vogla. Edhe kom pas një instinkt që bota jeme sillet rreth kuklave, rreth fëmijëve të posa lindur. Kështu që edhe si fëmijë kanë thënë kjo i don shumë fëmijën. Aq tepër është shqetësu nana ime, që thoi që inshallah Zoti ja fal kësaj çike ndonjë fëmijë se kjo është shumë e dhënur mas fëmijëve të vegjël. Kështu që u regjistrova, megjithëse ka qenë insistimi edhe i motrës, si motra ishte 2 vit para meje në medicinë, edhe thot Razia është qenë gjenerata e parë e mamijave në Mitrovic, edhe kështu që ti duhet mu regjistru se vetëm aty e ki vendi. Njëherë u habita, nuk e disha qysh kom u qaste fëmijët apo. Kështu që gëzimi jam ishte i madh shumë. Dhe sigurisht ju përfunduat shkollimin dhe pastaj filluat punë Podujeve, kam përshtypjen apo në Mitrovic? Ja, në Mitrovic. Në Mitrovic. Dhe ajo që kam intereson më shumë ti është përballja me lindjen e parë, kur me gruan e parë shtatzën që ka qenë në ato momentet e sikletshme. Ajo ka qenë momentet e sikletshme të veta dhe ju sigurisht keni qenë momentet tuaja të sikletshme, sepse lindja e parë. Si e keni përjetuar, e kujtoni? Absolutisht e kujtoj. Për me qenë mami, për mu diplomu, është dashtë me i kry 360 lindje, mu nënshkru instruktorët kene ka pas sërbe, me ti nënshkru edhe me marrë diplomën e mamis. Une kisha lindjen e 7 apo 8, që kisha asistu në lindje, por jo me qenë une që e udheqi lindjen. Lindja e parë ka qenë 2 bineq, 2 vajza. Sa e bukur. Kështu që une jo që jam frigu, po jam djerë se tane, se ishte instruktoria edhe një mjek. Edhe po më thot mjeku, ka qenë sërb, po më thot, Razia, mos u frigo, se jam binekt. Une thash, edhe ma fështirë. Mendojsha që 2 bineq duhet me dalë të dytë për një herë. Kështu që ato vajza gjithmonë i kam, edhe plus asaj nuk ishin qenë 1 vezor, po 2 vezor. Dhe me thonë, jana bebdur, me shumë dridhje, me shumë frig, e para, e dyta dul me këmish, i thojnë popull, me ujnë amnional. Kështu që ate, kër është dash me shpërthy, unë atëherë ka qenë panika me madhe. Edhe mjeku për thot që shpërtheje, edhe nëzire bebën, e shpërtheva, gjithmonë tani jetës më kam përcjell
kush lind me atë këmishzën, gjuhë popullore i thojnë, ujnë amnional, edhe më kujtohet ajo, po ka qenë një frikë e jashtëzakonshme. Dhe sot sikur ne e kemi kriju një përshtypje që lindjen normale, le t'i themi, me mami, rrallë praktikojmë në kuptimin e asaj që gjithmonë kërkohet që t'jetë edhe prezenca e mjekut, ndërsa në lindje të cilat janë normale, le të themi edhe në vendin ku ju jetoni, është shumë normë që lindjet të kryhen me mamin. Unë në lindjen e dytë e kam kry vetëm me mamin, pa prezencën as të mjekut, madje as të dikuj tjetër aty, sepse nuk priste. ishte urgjencë dhe lindja ka shku për mrekulli, mamia ka qenë mrekullueshme, ka kry komplet lindjen. Cili është, le të themi, vlerësimi juaj profesional për këtë qasje që sot e ka në Kosovë? Nëse është në Kosovë, ashtu është shumë gabim, absolutisht. E di, Mitrovic, Libi, Angli, mamia t'i kryjnë punë. Nëse është ndonjë komplikim, i madh thirret mjeku. Absolutisht nuk ka të bëj mjeku me udhëheq një lindje. Është lindje normale dhe epiziotomia kur është bë, kom qenë pa mjek në Podujev, kom qenë 11 vite, unë çak që e kom bë një epiziotomi shumë të vogël, edhe kom qep, edhe ka qenë krejt okej. Nuk është alarmu lindja. Nëse ka qenë diçka alarmuse, ka shku për Prishtinë. Po 80% na kena punu pa mjek. Kështu që ke qenë edhe mjek, edhe mami, edhe krejt. Pra atë mamia duhet me pas shumë kujdes. Kujdes edhe me pas dijeni. Me qene pregaditne. Më vjen keq, veç unë e komendu që këtu mamijat kanë udhëheq lindje në reparte, mandi jenë bo mamia. Fatkeqësisht më kanë thënë që unë kur s'kam udhëheq lindje edhe po punoj në maternitet, fillestaret e Prishtinës, tjerat jo. Sigurisht, ajo që do duhej të vihej në theks është të bëhet, le të themi, puna si duhet e mamis dhe të mos përzihen me infermierët, sepse zakonisht janë edhe pacientët që kanë shumë më pak informacion për rolin e mamis dhe e përzihen, le të themi, me rolin e infermierës. Tash e vërtet që mamia bën edhe punën që bën infermiera, duke vendosur, le të themi, edhe ato gjelpërat, edhe infuzionet dhe të tjerat, por që ka edhe një rol tjetër më të madh, e që është ai i sjelljes në jetë apo edhe i përcjelljes së shtatzënive bashkë me mjekun. Por ajo që ka po më intereson tash edhe nga përvoja personale. Thatë që keni qenë, jeni shkollu në Mitrovic, mandej keni shku edhe jeni martu në Podujev, pre nga keni vazhdu punën, edhe keni vendos me shku në Libi. Diçka komplet ndryshe prej asaj se si është punu në Kosovë, por edhe në vendet tjera të botës. Si ka qenë me punu në Libi, edhe me ardhë deri te pika që ju e mësoni edhe arabishtën? Po, kusht ka qenë arabishtja, vetëm fatbarësisht spitali në Libi nuk punojke, ishte në proces e sipër me u hapë, erdhëm stafi krejt për Kosove, këtu ishte një konkurs i cili duhet të kalojnë ana. Prej Podujeve isha vetëmja une që e mora vendin, të tjerët jo, kështu që shkova në Libi me shumë qef, nuk ju frikojsha punës, u frikojsha mas tepër gjuhës. E mësum gjuhët gjanat elementare, edhe ja fillum punës. Kena punu me mjek, jo libias, po mjek të ardhur nga vendet tjera. Dhe me thonë ka pas indus, egjiptas, mjekët kanë qenë shumë të pregaditur. Se ka qenë një spital ushtarak, ku kanë qenë shumë pregaditur. Na kena qenë mamia, të gjitha kena qenë prej Kosove. Ka qenë sfidë për mu. Une nuk jam frigu sallës të lindjes, nuk jam frigu se kom punu. 11 vite kom punu në sallë të lindjes, ndërsa të tjerat, mamia u stepën, thanë jo, nuk dojnë në sallë të lindjes. Ajo mu më boni mu frigu, thash, qka ka këtu që duhet une mu tut. Une e qova dorën, thash që une po punoj në sallë të lindjes, me shumë vështërsi ma kanë pru edhe një tjetër. Kosovës ma kanë pru, që me qenë dyjat, një paradite, një mazdite. Ka 12 orë punoj shumë.
Lidhja e parë ka qenë me një të Egjiptit, edhe kështu që doktori ishte egjiptas, doktori natyrisht veçëm vëzhgojke prej skeq ka boj, në lindje nuk duhet shumë oratori, nuk duhet shumë gjuha, duhet përvoja dhe puna jote si ti e kryn. Mandeja, o janë ato gjithanja, aty ka mamia të folun. Kështu që mu ai mjeku egjiptas që ishte, unë përgëzoj për punën, unë përgëzoj, po unë e thash, nuk e di pse janë frigu këto tjerat. Jo, po frigove s'din që shpunon doktorit. Ti duhet me ditë që shpunon ti. E s'ti intereson për doktorin, qka mundet ai me dita, qka s'du. Kështu që në Libi kam qenë absolutisht e plotësume, e kom marrë, jam dekoru edhe si një mami e mirë, kështu që s'kom pas përfaqë. Largimi, le të themi, nga Libia dhe vendimi për me shku në Angli, prej një bote në një botë tjetër, definitivisht dy bota të ndryshme. Si e përjetove dhe si u pranove si mami në Londër? Më pastaj ne e tham që u bët mami ekselente dhe shihet qartë që keni pasur sukses, po sigurisht fillimet i kanë pas sfidat e veta. Natyrisht. Kosova edhe Arabia janë dy botë në të kundërta. Dy botë në të kundërta. Po prapë gjeshim dikun vehtën aty. Kur të shkojsh në Angli, e shef që kjo është krejt tjetër botë. Duhet tjetër sjellje. Në Libi edhe mushe, se një gati parafarishtësisht ishim për një mentaliteti. Ndërsa në Angli, krejt diçka tjetër. Në Angli është sjellja, shërbimet, mos folja, aty s'duhet shumë me folë, duhet ma tepër punë, vëzhgohës, ndërsa në Kosovë dhe këtu mush edhe me folë dhe çdo gjë ishte ma liberal. Vazhdojmë na me pas këtë kulturën që derisa jemi duke kry punën, sigurisht kemi me tregu një histori të dëgjuar diku prej aty një kojshije që e kemi afër. Exact. Dhe kjo vazhdon edhe sot, jo vetëm në spitale, kudo dhe në markete, nëse shkon kemi pa që ajo që po të shërben e vazhdon muhabetin me një kolegë të vetën sikur nuk është në vendin e tij apo të saj të punës. Pra, është kjo kultura e cila na ka ndjekur, por që unë e di sakt që në Angli një gjë e tillë konsiderohet skandal. Absolutisht është tjetër botë. Aty nuk të lejon me fol kur ti duhesh me fol vetëm për punën. Absolutisht tjetër shka. Nuk i intereson ati as ku je, as pika je, as pika e tje. Na pa e pyet nanën, pika e tje qka je, sa fmiki, sa... Dhe Kosova edhe Arabia. Këtu në Angli jo, absolutisht. Friga ime gjithmonë e madhe ka qenë në Angli, qysh kanë më pranu anglezët. Por ka shumë gabime që kom bo. Gabime në të folun, gabime në sjellje, kështu që është dasht për një kohë të shkurt. Unë veç muna me djalit tim i falenderu që ka qenë aty për para 2 vite, para se me shkuone, ai gjithmonë më tregoj ke qysh duhet mu sjell me anglez. Kështu që kush të shkon në Angli me punu, orientonu në punë, në muhabete jo. E bukur kjo, është një mesazh shumë i bukur që unë besoj të gjithë ata të cilët tashmë po na ndjekin me siguri do ta kenë parasysh sepse është shumë e rëndësishme që ne të dalim të shohim kultura tjera dhe të përshtatemi me kulturat e njerëzve në vendet e tyre kur ne të shkojmë atje. Tash po shkojmë me pak muzikë por i kthehemi me fol për tjera çështje të cilat e prekin interesin e grave dhe nanave në Kosovë. U rikthiem përsëri për të vazhduar bisedën me shumë informacione dhe përvoja, sepse përvoja është informacion dhe sigurisht na bën neve që të motivohemi dhe të mësojmë nga një jetë të tërë e kaluar nga profesionistë të ndryshëm. E sot në studio kam nderin dhe kënaqësinë të kem mamin e mirënjohur në të gjitha trojet shqiptare, zonjën Razije Musa.
Po du me u rikthy prap të përvoja juaj dhe duke marrë parasysh që keni qenë në kontakt me nënat të etniteteve të ndryshme, të kulturave të ndryshme, ju sigurisht edhe keni një pasqyrë se si është të punosh me një lehon kosovare, me një lehon angleze, me një lehon, le të themi, nga Arabia apo nga vendet e ndryshme. Sa ndryshon puna dhe stili i punës, marrë parasysh edhe mënyra se si e trajton vetën lehona, familja, rrethi dhe të tjerët. Shumë pyetje me vend, absolutisht. Në Kosovë trajtohet tjetër, në Libi në tjetër mënyrë, edhe në Angli është tjetër mënyrë. Në Kosovë, po ta vizitojsh ti një lehon në shtëpi, duhet spari me marrë leje, me fol me vjehrën apo kush është aty dikush që rrin pranë saj, duhet asaj me ju drejtu edhe e lona lehonën një anë. Mandej unë insistoj që duhet me folune me lehonin. Jo, për këto të kallëzojnë e ty krejt me qenë vjehrët, kallëzojnë e krejt qysh. Prap insistoj, edhe e shoh absolutisht një qasje jo të mirë të lehona. Nuk e di pse, apo s'jena mësu, apo nuk e di pse është ashtu, po kaloj në Arabi është tipik e njëjtë. Gjithat pasuri që e kanë, gjithat luksus që e kanë, shkon me vizitu lehonën, edhe njëherë ajo shukat, duhet me thonë çka kanë thonë ato që punojnë për ta, çka po thojnë. Edhe fillon biseda, Arabt janë njerëzi, po si edhe shqiptarët, janë njerëzi që besojnë në vete, që ashtu mrapsht me qenë, besojnë që është të mirë. Edhe me njëherë fillojnë, na kështu ja u kena bo bebave, na kështu ja u kena bo bebave. Më duhet më u kthy edhe me thonë, shiqa, çdo etap jetësore ndryshon. Prandej ndryshon qyshe nana jam e ka rrit fëmin, gjyshet e mia, une edhe tashrejat e mia është krejt diçka tjetër. Kështu që më duhet me mas pari audiencën me qetësu, mandej me a fillu këshillat. Nërse shkon në Angli me vizitu lehon, është kënaqësi. Në dhomë askush nuk do t'jetë. Mundet me qenë baba, nëse donë me marrë ndonjë vlerësim që ka unë e thamë, është kënaqësi me vizitu. Flet vetëm lehona. Ti ki me pyet, ajo ka me të përgjigj. Ajo ty nuk të bën pyetje sa fëmijë ki, pe ka e tje, çka je, a je, do me thënë, ajo nuk ka pyetje kush jam une. Por ka pyetje vetëm rreth bebës saj. Pse tham këte? Sepse anglezës me i thanë, çka ti thush, ajo beson, se beson në përvojën tonë edhe në kvalifikimin tonë. Ajo ty nuk të ndërhyn. Jo more kom dëgjuar e kështu e duhet kështu më bo, s'm ka ra. Që 40 vite jam jashtë Kosove, anglezët nuk thojnë ashtu. Anglezët edhe nëse si ke pëlqy ti, si ke pëlqy, thot me një mënyrë shumë prefride, shumë të lezetshme. Me elegancë. Me shumë elegancë. Une nuk e di çysh kisha mendu ndryshe. Dhja bon me ndryshu ndryshe. Edhe pranë ti kthehesh edhe i thur që kjo është kështu, kjo është kështu. Anglezin ti vetëm një herë njët munësh me rrejt apo mos m'ia thonë të vërtetën. S'dyti nuk i shans, sepse ajo me njëherë diskvalifikon. Edhe shumë mirë thot që nuk është në rregull diçka. Te na edhe pallavrat shiten. Në fakt, ajo që ka më intereson, zonja Razia, sepse unë shoh edhe në faqen tuaj të Facebookut, që ka vazhdimisht gratë të cilat shkruajnë pyetje, përgjigje të ndryshme, është edhe kjo faza pas lindjes. Sa e rëndësishme është për një grua që të pushoj pas lindjes, sepse vërtet që thuhet me krenari shumë të madhe, Filan Fistekja ka lindur, po nuk është
ul, ka qëndru në kamë dhe i ka shërby të gjithë, sikur kjo të jetë krenari dhe përmbushje apo arritje përveç lindjes dhe sjelljes në jetë të fëmijës, edhe fakti që ka qëndru në këmbë dhe i ka shërby mysafirt. Po çka i bën trupit vet ajo grua? Anomalia më e madhe që ndodh, që nëse një lehon nuk trajtohet mirë, prandej shpesh edhe po dalin këto nana që kanë postnatal depression. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet vetëm prej ngarkesave të saj hormonale. Çdo hormon i saj na fillon me ndryshu. Prandej ndrimi i hormoneve don absolutisht një qetësi shpirtërore, një përkrahje shumë të madhe. Gabimin më të madh e bojnë nanat nëse ato mendojnë si ti po tu ato qohen edhe bojnë diçka apo jo. Trupi është i lodhur, i stërlodhur prej lindjes, ose pe cezarien, ose pe lindjes normale, është i stërlodhur, është i pa gjumë. Duhet absolutisht ajo me pas mas pari një qetësi shpirtërore, e mandej me u qaste ajo. Ju kisha apelu, kush jeton me vjehri, në bashkësi, lene lehonen me bebën e vetë. Ajo din mas mirti, ajo nuk din çka me bë, po instiktin e nanës askush se ka. Prandej nuk muni ju me gabu aq shumë, nëse t'jep dikush këshilla, pa i kërku lehona, pse ja jepni? Pse? Mos krahasoni fëmijët e dikujna me fëmijën e posalindun të juvin, sepse çdo fëmijë në botë është ndryshe, different. Në fakt, derisa po e thoni këtë, më kujtua një postim i juaj që tregoni për një grua e cila ju ka shkruar dhe ju ka thonë që ka lind, e ka bebën, por nuk po menoj e ka pas bebën në gjip, por nuk ka sasi të mjaftueshme të qumshtit për me ushqy, prandaj dhe mjeku e ka rekomanduar formulën, dhe çka kanë bë familjarët aty, e kanë marrë bebën dhe e kanë dërguar te një lehon tjetër që ka mjaftueshëm qumëshgjiri për me ushqy. Çka i kanë bë bebës edhe nanës me këtë veprim? Nëse nana nuk e ka pru vendimin, më kujtohet ai shkrim, nëse nana nuk e ka pru vendimin që mundet beba jame me shku me thith, është absolutisht një, po thëm tragjedi, veç një mosmarrëveshje edhe një atak shpirtëror i lehonës. Qysh mund është ti një qenje tonë që e ke prit 9 muaj det, mja jep tjetër kujt. Unë jam absolutisht kundër asaj, po më vjen shumë keq që edhe dje që ashtu më ka shkru një nanë që më ka thanë mjeku 4 kg fëmijën me shtu me shtes me i dhanë. Po ti nuk mund shtes me i dhanë kur fëmija pas ka shtu 500 gram, dhe me thonë gjys kilogrami në mujt. Fëmija veç ka fillu me shtu pesh. Kështu që i atregova që 10% për mas lindjes beba hum pesh. Javën e dytë fillon me shtu pesh. Edhe ajo ishte met çka me bë. Është veç shtes, mos ja nis një herë. Nana nuk e bjen vendimin për shtes. Për shtes e bjen vendimin vetëm pediatri. Shkon te pediatri, 9 pesh, fillon. Por edhe shtesa është shpat me 2 teha. Mundet edhe shumë shpejt me ta lanë gjinin. Se beba e don shishën, ma lete konsumon qumshtë. Por në rastet kur kemi të bëjmë me gratë të cilat me të vërtet për arsye të ndryshme, qofshin shëndetësore, qofshin për shkak të lindjeve të vështira, qofshin edhe për shkak të trajtimit, le të themi të sëmundjeve që mund t'i kenë të shoqëruara, nuk munden më ushqy me gji, sigurisht se në shprehje duhet më marrë qumshti formule dhe jo një grua tjetër që ka qumshgjiri. Kjo nuk do sens, nuk do diskutim, le të themi, s'ka sens me marrë një bebe me dërgu të një grua tjetër, sa gjatë mund ta ushqeja e grua tjetër me qumshgjiri 2 fëmijë, le të themi. Është goxha e rëndë në kuptimin e ndikimit emocional edhe të nëna dhe të fëmija.
por derisa jemi të folë për këto gjëra, unë e di që shumë shpesh edhe në rrjetet tuaja sociale folni edhe për ndikimin e raporteve ndërfamiljare në jetën e çiftit dhe shëndetin mendor të nënave, që thuhet se është shqetësimi juaj, sepse ju thoni kur një grua është e shëndetshme një nën, atëherë sigurisht edhe një familje do të jetë e shëndetshme. Shqetësimi juaj është shëndeti mendor dhe fizik i nënave, por a ndikohet ky shëndet nga mënyra se si jetojnë ato në kuptimin e bashkësive familjare? Çka thot përvoja juaj dhe kontakti me ato mira nëna që i keni në faqen tuaj të Facebookut? Ka kritika, nuk dalin shumë publike, normal i kritikojnë ti një person të ri, një shtatzane. Nuk mund është ti me e dirigju simbas teje, simbas vjehrës, po kush është aty me qenë, bon ti që ka thamë mune se është mirë. Po ti fëmijën tonë mëre që e ki, unë i kam 3 fëmijë, nuk po muna me u koordinu mirë me ta, sepse janë rritë në vendet të ndryshme edhe duhet me gjetë një modus i cili i funksionon atina. Nuk mund është ti një person që të ka ty në shtëpi, me edukat tjetër, me kultur tjetër, me shtim me mendu si ti. Nuk mund është. Prandej, vjehrat, apo antar tjerë të familjes, duhet me shiqu edhe sa është ajo pregaditun me i marë kritikat, me i marë lavdatat. Dhuna psiqike është shumë e madhe se çdo gjë tjetër. Sepse ti në tanë natën kime mendu që ka të ka thonë, aja që ka të ka thonë kjo. E le mua atëhere kur vjen beba, leni gratë, letë bajnë me fëmijët e tyne që ka mendojnë që është mas mirë ti për ta. Dhe sot më shumë se kur kemi këshilla nga profesionistët, kemi këshilla nga profesionistët si puna juaj që janë burime të besueshme të informacionit dhe i gjejmë në rrjetet sociale, pastaj janë mjekët tek të cilët i dërgojnë fëmijët në vizita të vazhdueshme. Prandaj unë besoj shumë që duhet të lihet, le të themi, në dorë të gjeneratave të reja rritja dhe zhvillimi i fëmijëve. E kur jemi këtu te rritja dhe zhvillimi i fëmijëve, sa e shen ndryshimin në mes të mënyrës se si dy prindër kosovar kanë rritur fëmijët vite më herët kur ju keni qenë në Kosovë dhe sot tek ta prindrit e ri, përfshirë edhe veten të gjenerata tona. Kemi ndryshuar për të mirë? Absolutisht. Shumë për të mirë. Absolutisht. Une, na po gabojna, na po gabojna kur po i kopjojna kulturat e huja, po jo në mënyrë të drejtë. Mënyra e drejtë është me kopju kulturat se kopje 5 del ma e keqe. Originali është shumë ma i mirë. Për shembull arabt nuk martohen ku është nana dhe ku është baba. Ai duhet me siguru shtëpin edhe vetë ku ka me fillu jetën. Po një ashtu anglezët nuk martohen aty me vjehrije me këto. Për ta është një katastrofe madhe me jetu me vjerën. Edhe në Arab, Kosovar po ka ndryshu për smiri, po e fillojnë jetën damas, me veten, e ndëgjoj veten, i ndëgjoj instiktet e tyne, çka dojnë bajnë të dytë. Prandej, kishte qenë mirë se cili me kriju atë astrofullin e vetë për me fitu jetën. Nëse jetojnë bashkësi, unë jam shumë e bindun që ajo jetë bashkëtorë nuk është gjithmonë e kënaqshme. Se ti s'munësh me një njeri që s'ke jetu kur me ju përshtat 100%. Edhe gjenerata ime ka jetu me vjerë. Edhe unë kom jetu me vjerë 4 vite, por mu ka dash mu përshtat, si thojnë ata, se është shtëpia e tyne, është jeta e tyne, mu ka dash mu përshtat. Rejat e mia, si cile është shtëpit vetë. Edhe shumë raportet ma të mira i kena. Nuk pa apeloj, se ndoshta një fëmijë është një djalë dhe do me shku, po shumë ma mirë është ndamas.
Në fakt, unë gjithmonë apeloj që të kemi shumë kujdes ndaj prindërve, sepse është definitivisht obligimi secilit fëmijë të kujdeset për prindin e vet, por jo të kalohet në kuptimin e asaj që marrëdhëniet të kthehen në toksike, të ketë probleme ndërfamiljare, të cilat fatkeqësisht në Kosovë ende nuk kanë kaluar në pragun e asaj që ne duhet të respektojmë hapësirën e njëri tjetrit, duhet të respektojmë njëri tjetrin dhe sigurisht të kujdesemi e ta duam njëri tjetrin, por jo ta ngulfatim me atë se si kemi qenë në të kaluara apo si duam ne të jemi tash, çdo kush sigurisht ka të drejtën të jetojë dhe të mendojë si don. Por në anën tjetër, ajo që kam intereson shumë është edhe gjykimi që ju bëhet grave nënave, varësisht prej mënyrës se si lindin apo prej mënyrës se si ushqejnë bebën e tyre. Gratë të cilat lindin me prerje sezariane, gjykohen se kanë lindur me prerje sezariane sepse është më e lehtë dhe nuk ndjen dhimbje gjatë procesit. Gratë të cilat ushqejnë fëmijët me qumësht formul, gjykohen se janë duke zgjedhur rrugën më të lehtë. Si e shihni ju këtë? Si e komentoni kur gratë ju drejtohen, le të themi, të gjykuara në këtë formë? Unë veç një krahasim të vogël me anglezët edhe me kosovarët. Unë anglezës ti i thu që nuk i qumsht edhe duhet me kalu në formula, apo 80% tyne nuk bojnë nuk bojnë gjithënje. Kështu që ti kur shkon edhe i thu mirë, tash po kalojna formula. Ajo absolutisht nuk ka tutje pyetje. Ti je ekspert, ti duhet me ditë qysh me pregadit, çka me bë, edhe pajtohen. As një anglez nuk e kom di, as burin, as kërkush kur ka ardhur, më thonë, me shishe? Pse me shishe? Edhe me t'jap komente. Kjo ndodh vetëm Kosovë, edhe vetëm te populli shqiptar. Nuk mundesh ti me një nan me qitë në bandë zezë, me thonë ti pe ushqen fëmin me formula, apo ti nuk je nanë e mirë, apo ke lind me seksio cezare, ti ke dasht me lind. Nuk qitet bre nana ashtu, nuk gjykohet ashtu. Në fund edhe nëse është një zgjedhje mirë e menduar, është e drejtë asaj, besoj. Absolutisht. Kush ka të drejtë me ju përzit dikujt qysh linda, pse ushqen ti fëmin. Në Angli ajo është zero, do me thonë kush s'ke mujti me thonë me ndëgju mendimin e tjetër kuj. Pse e them, gjdo unë edhe në librin tim e kom shkrujt, nëse do një diçka me ba mas mirë ti për fëmijën e ju, jepni qumsh gjini. Qumsh gjini nuk e zavenson kërkush në botë. Por, mos me të shku fëmija, ti duhet me zavensu me diçka. Pra ndej, unë jam, nëse ka indikacione me shku formula, absolutisht, nuk më guxoni me këqyr një gru, ose me gjyku, pse është aja të marrë. Më intereson pak edhe qasja e këtyre yjeve të cilët keni punuar. Si ka qenë Roger Moore, ose Natalie Pinkham, dhe të tjerët. Si ka qenë qasja e tyre përballë këshillave, le të themi që ju a keni dhënë? Me punu me yjet Hollywoodit është kënaqësi. Aty e ndinë veten të plotësuar. Aty del pa profesionit i jëtë. Të pysin, stojnë prikajtje, por sa simpatik e këtë theks, nga po vjen, fjalla është për Roger Moore, nga vjen, me këtë theks kaq bukur anglisht, e i tregoj kush. Për Kosovën, a i kishtë ndëgju. Ka qenë shumë një kënaqësi e madhe kur jam taku me te, ka qenë absolutisht një hidhuri i jem. Edhe kështu që të pyet vetëm atë çka ti mundesh mu përgjegj në mënyrë të përdrejtë edhe jo pa mundime shumë. Për shembull, të pyet si qëndron çështja me të posalinin e kësaj, me të nipit tina. Ti tregon çdo gjë, edhe pyet vetëm çka ti nuk e ndin veten sekret mu përgjigj. Aty fjala jote është 100% në funksion.
nuk mundeshti me thanë, nalt mendoj ndoshta mundet të ndryshe pak me qenë. Jo. As nana, as të tjerët nuk ta marrin me një dyshim më të vogël. Ka qenë të një banker shumë i famshëm në Angli, edhe nana ishte italiane, italian pak si na janë, edhe thot beba vilke. 3 ditë vjellë edhe po thot nana, po thot duhet me ja ndru qumshtin. Tash, qumshtin ja ndroj kur unë e thëm, jo kur ti thu. E unë dalë. Mande i dytën ditë tha, më duhet unë me thirë mjekun se besoj që duhet me, ajo natyrisht, kishte pasunim me thirë mjekun private dhe erdhë. Erdhë mjeku shumë i famshëm në Angli, Dr. Fish, edhe pitregojën e qysh ka vjell, pse ka vjell, nana ka dash me rekomandu me ndru qumshtin, po une nuk du me prit edhe 48 orë. Fair enough. Mamu ka duk që ajo, të më kishtë dhanë dikush miliona, se Dr. Fish mu më thonë, po, që aty ki të drejtë. Se vendimin për me ndru formulën e bi une jote. Kështu që fjala jo, këte thash, që fjala jote vazhdon. Letjet kushtjet, fjala jote është lisë. Dhe kjo është e mrekullueshme, le të themi, sepse ne kemi nevojë me të vërtetë të besojmë dhe të mos diskutojmë, le të themi, të gjetura shkencore, të cilat i din profesionistët, të cilët janë gjithmonë në hap me zhvillimin e shkencës, të gjeturat e reja, le të themi, më të mirën për fëmijën e din ata, edhe në kuptimin e formulave më të reja të cilat tashmë dalin në treg. Ne sigurisht e kërkojmë më të mirën, por janë rekomandimet e mjekëve ato të cilat neve duhen me na dhënë rrugë edhe me na orientu. Për fund, zonja Musa, kisha dashur me përmbledh, ndoshta me thonë një, le të themi, rezume të asaj se për gjithë këto vite që jeni në shërbim të nënave kosovare shqiptare, po e them, sepse tashmë ka kohë që jeni në shërbim të tyre përmes rrjeteve sociale, dhe kjo është bë një përditshmëri, sepse është një lloj pune që ju e bëni në bazë ditore, duke bisedu, duke fol me to, virtualisht jeni në punë ende. Dhe shihni shumë gra të cilat kanë nevojë për ndihmë. Sa e nevojshme është që të kemi vizita shtëpiake në Kosovë, sepse ende nuk i kemi, le të themi, mirë të formuara anë e kënd vendit. Më duket vjetë, më duket ka fillu dikun. Ka fillu në komunën e Prishtinës, ka pasur një reagim në atë kohë, më kujtohet edhe nga drejtori Izet Sadiku, që thotë se po ka fillu në komunën e Prishtinës, është fakt, por ne po flasim për nivel vendi, po flasim për nënat të cilat janë në çdo cep të Kosovës, sepse nuk është vetëm Prishtina, shumë shpesh ndërlidhemi edhe diskutojmë rreth Prishtinës. Edhe gratë të cilat janë atje në komunën e Dragashit, le të themi, edhe gratë të cilat janë atje në komunën e Pejës, Gjakovës, kudo qoftë tjetër, pas lindjes ka nevojë për vizita të rregullta shtëpiake nga mamit të cilat duhen me këshillu. Ditët e para, menjëherë pas lindjes, pa tjetër çdo kuj i duhet një mami, le t'jeshti edhe vetë mami, ty duhet dikush që të orienton, të këshillon, të përkra, e shef mamia si t'hen, e viziton Lehonën, e shef në çfarë gjendje është. Ndjehet atmosfera. Ndjehet, absolutisht. Shpesh herë në Kosovë kur kam shku, gjithmonë kur kanë fillu me folë të tjerët shumë, ju kom thonë, a bëni veçune edhe kjo, po dojna diçka ma intim me folë, edhe janë për gjynah një pjesë. Një pjesë është absolutisht jo koherent që ka janë t'ju bë. Pse? Pse po më vjen mare, s'po du piktina, kjo po më thot kështu, kjo ashtu. Mamijat aty duhet me lujt një rol shumë të mirë. Mamijat po e marrë Anglin, janë 2 javë që i përcjellin fëmijët derisa fëmijat fillon me shtu pesh. Kur fillon fëmija me shtu pesh, atëherë largohet. Nëse është sekcio këtu për shembull, duhet me ju thonë
që me u largu pak prej lehonës, lene lehonën, letrin. Mamia që aty lunë rolin më të madh jetësor për ta, që edhe antarëve tjerë mi u folë, mi thonë ka dalni se kjo ka linde, kjo nuk është mire, kjo duhet pak kujdese. Qetë bre një shembull konkret. Une, me gjithë që të përvoj që e kam, 2 rejave të mija asnjëherë nuk ju kom dhanë këshilla. Ju kom dhanë këshilla vetëm nëse më kanë kërku. Absolutisht. Une nuk ju më shku me i thanë, ky pozicion nuk është i mire, ky pozicion. Kur më kanë thanë, s'po thithe, po thithe, me shumë frigë, ja kom të regu pozicionin qysh duhet me thithë mija, qysh duhet me mësu me gësu, qysh me, po e di që ato kanë thanë ti krejt grave për ju jep këshilla veç neve. Unë e ty nuk të jep këshilla. Kërkoma ta jepi aty për aty. E nuk bëni ju me marë tafërmi ta, akrebaja që vina, vizita ta, krejt jënë këto ngarkese lehonës. Lene lehonën le të merë frymë vetë. E ka burin e vetë, i cili e përkra. Kërkush se do në atë fëmi ma shumë se nana. Kërkush ndjenë ma shumë dhimë shëmëni se nana edhe baba. Jo, që gjyshja thot, jo, unë e du ma shumë fëmi se fëmin e mi. Mani bre se nuk është bashkë qashtu. Jo, që ka të ka pik të prej trupit tanë është veç e jotja. Asa i ka pik është veç e tina. Prandej, kështu që mamia e patronazhit thuhet, në kohën time, kër kom qenë unë 11 vite në Kosovë, ka pas mamia të patronazhit, qak që edhe jenë vakcinu fëmija pe mamijave të patronazhit. Flasë për Mitrovicë. Po ka qenë, para luftës ka qenë më mire reguluar, le të themi. Ka qenë një sistem me vizita shtëpiake që unë i mbaj në mend edhe në kohën kur kam qenë fëmi, jam vaksinu edhe unë në shtëpi edhe të tjertë, kështu që nuk është që ne qëndrojmë keq me vaksinimin, i dërgojmë fëmijët në qendrat e mjekësisë familjare, por te kjo pjesa e kujdesit ndaj lehonave mendoj që duhet të bëjmë më shumë. Shumë më shumë. Absolutisht, shumë më shumë duhet me ba, shumë më shumë duhet me qenë. është koha ndryshe. Unë e kom ndryshu, që i kom 72-3 vjetë, unë e kom ndryshu në qasje popujve tjerë, në qasje me rejat mija, në qasje me familje. Pse gjdo kush njeriu e ndron etapa, e plus asaj që ka arë një kulturë e re. Feks, dhe kemi të rinjë të cilët janë shumë të informuar. Zonja Musa, ishte kënaqësi. Sigurisht rrëfimet të cilat le të themi janë motivuese, sepse janë të rinj të cilët duke menduar se ju keni marrë rrugën drejt Libisë e pastaj Anglisë dhe për të arritur në majë të suksesit në profesionin tuaj nga Mitrovica e Podujeva e largët e Kosovës në rrethana të cilat në atë kohë kanë qenë shumë më të vështira se sot, sigurisht e marrin si motiv për të vazhduar tutje dhe për të kërkuar suksesin në fushat që ata sigurisht synojnë. Ishte ky edhe një podcast i kësaj jave me një zonë që nderuar, mamin e njohur gjithë shqiptare, le të themi kështu, sepse është në shërbim të gjitha nënave shqiptare, tashmë zonja Razije Musa, e unë sigurisht dua të drejtoj edhe një falënderim personal ndaj saj, sepse në të dyja lindjet e mia, në të dyja periudhat pas lindjes në shtatzëni dhe tutje, e kam pasur numrin e saj të telefonit në dispozicion për me thirr, me pyet, me u anku, ndonjëherë me çajt, ndonjëherë me bë pyetje pa lidhje, sepse në reagimin e emocioneve dhe ndryshimit të hormoneve është okay të bëjmë edhe pyetje pa lidhje, por përgjigjet nuk duhet të jenë asnjëherë pa lidhje, sepse janë profesionistët ata të cilët na udhëzojnë dhe na drejtojnë drejt zgjedhjeve të duhura dhe unë kam zgjedhur t'ju besoj profesionistëve, kam zgjedhur t'i besoj gjithmonë zonjës Razije dhe falenderoj përzemërsisht shumë për gjithë këtë periudhën të cilën e kam pasur dhe vazhdoj ta kem në krah. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim, miru takofshim.